Mirëdita, sot do të tentojmë t'i kthejmë përgjigje pyetjes si mund të rregullohet Tirana urbane. Tirana është kjo që është, unë s'kam ndërmend ta xhoj kohën tuaj për t'ju thënë si është Tirana në dimensionin urban, ose të paktën s'do e trajtoj gjatë. Do e trajtoj vetëm në një fjali. Tirana është një qithësirë ndërtesash, rrugësh, një rrëmuj, hapësirash të munguara, të hapura dhe të gjenura. Më shkurt se kaq, unë nuk di ta them, kjo siguron që të gjithë qytetarët e Tiranës, ose secili nga të gjithë qytetarët e Tiranës është në luftë me fqinjin e tij. Ose ndryshe me të gjithë qytetarët e tjerë. Pse? Sepse që kur dalim nga shtëpia, kemi probleme me kapjen e ashensorit, kemi probleme për të arrijë makinën të cilën me zi e kemi parkuar disa qindra metra larg shtëpisë pasi kemi bërë disa xhiro lagjes. Kemi për të përshkruar distanca të mëdha për të shpërndar fëmijët në shkolla. Dhe më tej pastaj kemi përbërë ca distanca po të tjera dhe relativisht të gjata për të ruajtur tek vendi i punës. Në kuptimin tim, është një katastrofë e plot e thellë urbane, e cila ka nevojë për ndërhyrje jo të thjeshta, ndërhyrje shumë të forta dhe shumë të kushtueshme. Nëse duam ta rimarrim në një gjendje ku njeriu jeton normalisht, nëse duam ta lëmë dhe të si karkalecat të ikim në një territor tjetër, po mund ta bëjmë biles në pjesë nga ne, një pjesë që ne konsiderojmë si të pasurit, kanë rreth një dekadë që largohen nga Tirana dhe në kuptimin urban të fjalës, ajo pjesa e urbane e Tiranës socialiste, që trashëguar me socializmin dhe vendoset diku në periferinë ato shtëpitë një familjare të banimit që nuk e di pse i quajnë vila. Për të kthyer te përgjigjja është, sikur se e thash, e thjesht për t'u thënë, por shumë e vështirë për t'u bërë dhe shumë e kushtueshme për t'u realizuar. Gjë e parë që duhet bëjmë është të projektojmë një Tiranë me shumë pole zhvillimi, me shumë pole. Tirana është një centrike, monocentrike. Ka ato qendër që e dini gjithë dhe rreth saj rrotullohen rradh punazor, nga ajo dalin disa aksiale të forta, radiale të forta, që të forta jo për mëngjesia, por nga volumi i transportit që aty duhet të përballojnë. Kjo është Tirana, pra monocentrike, dhe gjithë kush është i martuar e kupton se ka një unazë në dorë, ka formën e unazës dhe unaza si në formë rrethi ka një qendër të vetme. Unazat janë vendosur njëra sipër tjetrës, duke u zgjeruar. Sapo mbyllëm unazën e tretë, unazën e madhe. Pra na duhet një Tiranë policentrike, e cila të shpërndaj popullsinë nga kjo qendër e grumbulluar sa më afër kësaj qendrës, aq më të dendur dhe aq më keq jetueshme, por çuditërisht me apartamente gjithmonë më të shtrenjta, drejt këtyre poleve, të cilat krijojnë 3-4 pole, të cilat krijojnë atë fizionominë e tyre për sa i përket ekonomisë së tyre kryesore, duke lënë të qendrën kryesore si të që kemi, si qendra administrative dhe shërbimesh, mund të krijojnë 3 ose 4, ndoshta më shumë, kjo është subjekti i studimit, i planit. Asnjë urbanist më i mirë i botës nuk mund ta bëjë planin e një qyteti vetë, nuk është normale. Do ta bëjë jo vetëm me një grup madh pune, por me gjithë palët e tjera të interesuara dhe që prek planin. Ndryshe nuk quhet plan. Kjo është arsyeja pse unë shpeshherë them që Tirana akoma nuk e ka një plan, përderisa atë plan e ka bërë. Ka shumë arsye që ne do të diskutojmë për një herë tjetër, por edhe për arsyen që ai plan ka emrin e një arkitekt italian, i cili ka bërë këtë plan i vetëm, pa asnjë komunikim, ndarje mendimi, thithje opinionesh, gjithëpërfshirje në përgjithësi, për ta përmbledhur një fjali. Në këtë kuptim na duan këto pole, të cilat, duke qenë se do i kenë specifikën e vet, do veprojnë me Tiranën ekzistuese, me qendrën ekzistuese, në një formë
komplementare, pra do plotësojnë njëra tjetrën duke krijuar një metropol policentrik shumë ekonomikisht e ndryshme nga kjo që kemi sot, ku të gjithë vetëm shesin. Ekonomia e Tiranës sot është vetëm tregtim me shumicë dhe pakicë, veçanërisht me pakicë, të madrave të importit. Nuk do zgjadem, por do them si mund ndodhi kjo. Kem pas në dorë, por nuk e kemi bërë. Ka shumë mënyra, por njërin e kemi pas në dorë. Në vend që të ndërtonim Air Albanian tek vendi stadiumit që marr Stafa, me ato para ndoshta edhe më pak, e ndërtonim atë që ne kishim përcaktuar sipas planit, një pol të ri zhvillimi, që s'është domosdoshme të jetë nga zero, mund të jetë një zhvillim i cili ka nisur, veçanërisht ato që kanë nisur në formën e suburbaneve, si ato pa leje ose informale, edhe në zonat të tjera ku ka pasur zhvillime të mëparshme, nuk është thënë nga zero. Biles do ishte mirë kjo e dyta. Pra zona suburbane të cilat janë informale ose formale ose në proces legalizimi nuk është e rastishme. Atje ndërtohet stadiumi me kosto sa gjysmë. Pse me kosto sa gjysmë? Sepse kostot në qendër të ndërtimeve janë shumë herë më të larta, disa herë, por po e them vetëm gjysmë. Të njëjtën gjë do kishim bërë edhe me teatrin. Dhe ja ku hapëm një pol të tretë, që çojnë ekonomi, çojnë njerëz, ka lëvizje. Një pol i katërt mund të ishte poli universitar. E shumë e rëndë. Por nuk janë vetëm këto janë masa që të vinë shumë pak në dorë, ose në një periudhë shumë të gjatë kohore mund ndodhi që të ndërtosh një stadium, një teatr, edhe një qendër studentore, por gjithsesi ka mënyra të cilat ne urbanistët i njohim, por ka dhe praktika të mira që vinë nga perëndimi. Gjithsesi këto tre ose katër pole nuk është e rëndësishme, ndajmë nga fasha të forta gjelbërimi dhe krijojmë një farë pavarësie brenda secilit pol, krijohen lagjet, por kjo me planifikim. Lagjet vetë kanë ato qendrat e tyre, lagjet të cilat, sikur se do ta prekim pak më vonë, ose po e vazhdoj direkt, lagjet të cilat kanë në thelb kompaktësinë, kanë në thelb ecjen, pra kryen mbi 70% të aktiviteteve njerëzore të banorëve, në fjalë, nëpërmjet ecjes ose atë që ne quajmë energji njerëzore, domethënë nëpërmjet ecjes ose nëpërmjet biçikletës ose mjeteve të ngjashme, pa ndotje të mjedisit dhe pa pasur nevojën e makinës. Këto pole lidhen dhe jo vetëm polet si qendra, por edhe, si thua, transport i brendshëm brenda të njëjtit pol në një mënyrë tillë që urbanistika e viteve të fundit e quan zhvillimi orientuar nga tranziti. Pra një njeri për së pari konsumon ose ushtron më shumë se sa konsumon shërbime ose ushtron aktivitete njerëzore, në masën 80% brenda lagjes vet, mundësisht dhe punësimi. Nëse kjo nuk ndodh për këta 20% të tjerë, mund të shkojmë në lagje të tjera të njëjtit pol zhvillimi, me biçikletë ku është e mundur, por me tranzit publik nëse nuk është e mundur, nëse distancat janë më të mëdha. Nëse tranziti publik është i mirë, funksionon. Kështu, dhe vim tek zgjidhja tranzitit, e transportit publik. Zgjidhja e transportit publik është një çështje e jashtëzakonshme, që megjithëse duket sikur është orientuar vetëm nga njerëzit që e përdorin, në fakt nuk është kështu. Njerëzit, gjithë shoqëria, gjithë komuniteti i një qyteti të madh si Tirana, po edhe qytete të vogël, përfitojnë nga një transport i mirë publik. Edhe ata që janë të detyruar ose u pëlqen të përdorin makinën. Pse? Sepse rrugët janë më të boshatisura. Nuk ka shumë makina. Shumica përdorin tranzitin. Një element tjetër i transportit që publik, që të ulim transportin personal individual, janë parkimet. Parkime të mëdha në periferitë e qytetit ku qëndron makina për një kohë të gjatë me shpinë të ulët në afër xerrës. Dhe ti shkon e merr makinën pasi i ke të gjitha të mbyllura o në këmbë, o me biçikletë, o me tranzit publik brenda
asaj nodit e quajmë shpesh në urbanistik polit tënd, nga një pol në një pol tjetër nëpërmjet këtyre akseve të forta të tranzitit publik, të duhet makina një në 2-3 muaj, një në muaj, një në 2 javë, nëse ke mundësi financiare të bësh weekende, për kaq. Që makina largohet nga qyteti, ato makina që mund të largohen, sepse gjithsesi në qytet do ketë në makina të parkuara dhe do ketë edhe makina që trafikojnë. Ky është thelbi. Një zgjidhje e tillë na duhet e shoqëruar me atë që unë quaj një rishikim i plot me studime të detajuara vendore të gjitha lagjeve që i kemi përcaktuar që nga plani. Duhet të spostojmë, sepse densitetet janë të jashtëzakonshme, unë ditu a them kush më shumë e kush më pak, por shumica dërmuese, por mos them gjitha lagjet e Tiranës janë të mbi populluara, çka nuk lejon që ti të krijosh hapësira të hapura ose të kryesh aktivitet. Ti si qytetar nuk kryen dot asnjë aktivitet tjetër njerëzor përveç se të vesh, të parkosh dhe të flesh, nëse gjen parkim. Se krevati nuk ta ka marrë njëri pra për të fjetur të shkosh. Na duhet një tjetër qasje. Duke hyrë studime urbanistike pjesore, duke analizuar sa banor janë, ka teknika të cilave nuk më interesojnë shumë, por ky është thelbi në minimum i trajtuar dhe i trajtuar shumë gjërë se si mund të rregullohet Tirana. Ju thash që në fillim që kjo është një gjë shumë e thjeshtë për të thënë. Unë mbi këtë çështje mund të flas me orë në mos me ditë, por shumë e vështirë për të bërë. Gjithsesi, nëse ka njerëzit e duhur që din ta bëjnë një dhe këta njerëz nuk kanë pushtet, nuk ka si të ndodhi. Këtu po e mbyllim për sot. Mirupafshim, ndoshta nesër.